Qendrat e kujdesit për të moshuar pretendojnë të jenë mjedise që ofrojnë qetësi, kujdes dhe dashuri për të gjithë ata që për arsye të ndryshme janë larguar nga banesat e tyre, duke u lënë nën kujdesin e një personeli të specializuar. Por me sa duket jo gjithmonë ndodh kështu, sepse ndërkohë që shohim dita ditës një shtim të këtyre strukturave private, sidomos në Tiranë, institucionet shtetërore nuk kanë kapacitetin e duhur për të testuar stafet dhe kushtet që ofrohen për të moshuarit. Si në rastin që do ju tregoj, jemi pranë qytetit Studenti, në azilin e të moshuarve Joshua Center, i cili prej vitesh operon në tregun e kujdesit shëndetësor dhe social për të moshuarit. Por teksa shohim godinën, vërejmë se nuk ka asnjë tabelë informuese për të na treguar për aktivitetin që ndodh atje brenda. Mure të larta, të mbuluara, porta që rrin mbyllur me dryne e qelca në çdo anë dhe veshje metalike që më shumë të japin idenë e një qendre rehabilitimi, sesa të një azili ku të moshuarit duhet të kalojnë kohën në qetësi dhe relaks. Sepse fundja, të afërmit e tyre paguajnë jo vetëm për shërbimin, por edhe për ambientin ku të moshuarit do të akomodohen. Në realitet, informacioni për kushtet skandaloze në këtë strukturë e morëm nga 4 zonja, të cilat në situatën e një largimi të padrejtë nga puna, vendosen të tregojnë se çfarë ndodh brenda atyre mureve. Sa të moshuar janë në azilin tuaj? Më shumë se 30. Mbi 30 moshuar kishim. Pra më shumë se 30 veta ju ishit 6 vjet. Adriana, Mimoza, Dhurata dhe Meribani janë 4 sanitarët e azilit Joshua Center, të cilat pronarja drejtoresh Majlinda Treska i pushojnë në mënyrë të bevët nga puna. Në datën 9, nga ora 9:40 më merr drejtoresha në telefon dhe më thot: "Ada thot në orën 10 ke mbledhje." Ngela, për çfarë është mbledhja i thash? Ato e di unë tha. Jeni pezulluar nga puna. Shkova në orën 10. Kaq ishte tha. Thashun po si s'ka më? S'ka tha. A jem vete më i grua i thashun. Unë kam marrë 100.000 lekësha për bukë të ty me banga, me borxhe, tipo me nga puna. Ja bëri, nuk më interesojnë mu se çka ke hallesh ti tha. Gjithçka me një klik, asnjë sqarim, asnjë pretendim për shkelje apo abuzim në punë. Ik se nuk të dua më. Kam 12 vite punë dhe po hedh te një krye familjare që ka nevojë për këtë rrogë. Se për te i punës së vështirë që bënim, e kishim pranuar se ishim hallexhia dhe i donim ato lek, i pranun të gjitha kushtet. Ju jeni vetmi burim të ardhurash në familjen Po, tënde? jam krye familjare se burri më ka vdekur. Marrim djalin e asaj, Pari Treskën, që është administratori. Gjithmonë i bishim telefonit, ky nuk na ja hapte telefonin. Shkojmë nga ora 3 neve dhe i themi: "Si është puna?" Këtë punë tha e di mami, nuk dëgjoj. Duke parë se i ka pushuar 4 zonjat në shkelje të ligjit, pronarën e kapin paranoja, aq sa nis të dyshoj për qëllimet e ish-punonjëseve që sapo i kishte flakur në rrugë. Mund të zhvishni të pak tha se keni qipa në përçantat, edhe ishni telefonat. Ne ngelëm me gjithë të shoqen time. Ne kishë bërë dhe rroba gati, ne kishë nxjerr poshtë. I thash Paridit, të lutem, i thash, na ndihmoj, se jemi krye familjare. Do mundohem, tha. Megjithatë do flas me mamin, kjo thot. Jo, tha, s'ka si punë, tha, të hikin, tha, të zhduken, tha. I thash, nuk di, për të drejtat e mia do ta çoj deri në fund. Ne kemi punuar me mishe me shpirt, ja kemi mbajtur klinikën më mirë se vet kur s'ka qenë. Për te këtij pushimi nga puna prej sot nesër, zonjat për vite me radhë janë përballur me një palishmëri që do t'i dëmtonte direkt ato. Gjithmonë ja kam kërkuar lekët, na i hidh në bank, jo nuk i hedh, jo nuk i bëj, sepse kur janë lekët në bank, ka diçka favore më shumë se sa ti marrësh lekët në dorë me zarf. Ka favore të tjera, jo nuk mundem. Prape pranum da diçka. Unë kam bëllafe gjithmonë për të mirën e punës. Rrogat i kemi marrë pa bankomat, i kemi marrë gjithmonë në dorë. Sa paguheshit? 550 të vjetra. E theksojmë, të gjitha në dorë. Si është raporti juaj me të moshuarit në qendër? Shumë i mirë, shumë i dashur, sikur janë familjarët tonë. Se e kishim marrë përsi për atë punë, ta bonim me zemër, me shpirt. Gjithë Covidit kemi shkuar në këmbë, nga uzina traktori deri në qytet Studenti, dhe një 5 lekë shpërblim s'no ka dhënë në atë punë. Dhe kur vje fundit, të edhe në rrugë sot, Për te i përkujdesis së sanitareve dhe raportit të tyre me të moshuarit, sipas këtyre zonjave, gjendja në ambientet e brendshme të azilit linte shumë për të dëshiruar. Kishte nga gjitha llojet e smurve aty, plus me ndor, plus me kateter, me plag, mbanim doreza, një maskë dhe aq. gjitha të smundjet kishte aty. Ta shikote funde me fillon dhe ca infeksione, tani sa më shëru kjo pjesa këtu ke syris, më doli një të syri, të duret i kam, ja si i kam duret. Nësa jo çfarë thonë këto zonja është e vërtet, në këtë strukturë nuk kemi vetëm situatën e largimeve të padrejta nga puna, apo pagave të dhëna kesh, sepse mungesa e higjienës apo qëndrimi në të njëjtin ambient i të moshuarve me probleme të shëndetit mendor janë hall më vete që në një vend normal do të shkaktonte mbylljen e menjëhershme të këtij aktiviteti. Por le të kthehemi edhe një herë tek problemi personal i këtyre zonjave, të cilat si shtan vet janë larguar nga puna me një telefonat. Na tha firmosni që po largoni me dëshirën e juaj nga puna.
Unë i thash do e kërkoj të drejtën time deri në fund. Unë kërkoj dëm shpërblim nga ai. Pse na ka heq nga puna? Kërkojmë të drejtën tonë. Një e drejtë që u mohot për 3 muajsh. Ndaj për të kuptuar si qëndron e vërteta, shkuan vetë në azilin Joshua Center, por nuk ishte e shkruar ta takoni me herën e parë drejtoreshën. Dyert ishin të mbyllura. Punojësit aktuale bënin se hir nga dritarët, teksa shihnin ish kolegët duke pritur të takonin drejtoreshën. Ndërkohë që kjo e fundit, u byll brenda duke shmangur ballafaqimin me Adrianën, Mimozën, Dhuratën dhe Meribanin, të cilat qëndronin jashtë portës së hekurit, në pritje të një përgjigjeje. Kështu që shkuam sërish pak ditë më vonë, por në njëjta situatë, dyert e azilit ishin të mbyllura. Askush nuk ta dha mundësinë ta sqarojmë situatën. Në këto kushte, vendosim të telefonojmë administratorin e Joshua Center, zotin Parit Treska, i cili është djali i drejtoreshës. Alo, po. Zoti Parit, si e? Po, si jemi? Mirë. Mirë, faleminderit. Jam me Don Kuqi, gazetar nga Pirania. Po. Jemi këtu tek azili Joshua Center. Çfarë do nga ne? Duam një përgjigje nga ju. Përgjigje për çfarë? Por 4 zonja që janë pushuar nga puna me pretendimin e tyre pa Janë hequr drejtësisht. me shkelje. Janë hequr me shkelje nga puna. Po e keni shkel kodin e punës jo? Më dëgjoj pak, më dëgjoj ti tash Po, i Piranjave dhe kushdo që ti. Po. Ti e duke shkelur ligjin. Okej, prandaj hajde na i hap derën që të sqarohemi dhe ma tregos se ku e kemi shkelur ligjin. Po mos hajde më te dera se do lajmërojmë policin po them. Okej, mund ta lajmërosh nëse ti mendon se ne kemi shkelur ligjin, po ju ai keni shkelur ligjin duke i pushuar brenda natës. Ligjin e keni shkel ju. Adriana ka 26 vjet që punon me ju, zoti Parit, dhe nuk mund të hiqet brenda një nate. Ka punuar pa kontratë pune. Ti në këtë situatë ti je as loje fare. Po, Ti s'ka një lidhje. Zduko dhe mos merr në telefon. Me këtë arrogancë, unë do të mendohesha gjatë nëse do ta çoja gjyshin në strukturën e këtij zotërie. Sidoqoftë, për të sqaruar një herë mirë zotin Treska dhe të ngjashmit e tij, ne nuk zhdukemi kollaj. Për fatin e keq të tyre. Ndërkohë, Adriana dhe shoqet e saj qëndrojnë të dëshpëruara pas dyerve të azilit që i kushtuan vitet e jetës, në pritje se dikush do të flasë me to. Në kushtet kur edhe kësaj radhe nuk morëm asnjë përgjigje, bashkë me 4 gratë shkojmë drejt inspektoriatit të punës, ku zonjat bëjmë padi për largimin e padrejtë nga puna. Reagimi i inspektoriatit nuk vonoi. 2 grupe inspektimi për kushtet e punës dhe shërbimin e kujdesit shëndetësor dhe shoqëror u vunë menjëherë në lëvizje dhe konstatuan shkelje të njëpasnjëshme në azilin Joshua Center. Në subjekt u konstatuan shkelje të dispozitave të ligjit numër 7961, datë 12/7/1995, kodi i punës i Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar konkretisht në 21.1, i cili përcakton detyrimin e punëdhënësit për të lidhur me shkrim menjëherë kontratën e punës me punëmarrësin. Nga ana e subjektit, nuk na u vënë në dispozicion kontratat e punës me ankueset. Normal, se nuk ishin ku të merrnin. Nga ana e subjektit nuk na u vënë në dispozicion dokumentacion për të vërtetuar kryerjen e lejeve vjetore për punëmarrësit ku përfshihen dhe ankueset. As këta nuk ishin se ku të merrnin, se nuk i kanë patur asnjëherë. Nuk na u vënë në dispozicion dokumentacionet përkatëse për kalimin e pagave nëpërmjet sistemit bankar. As këta. Po ashtu, nuk na u vënë në dispozicion dokumentacionet për zbatimin e afatit të njoftimit me ankueset në 144, i cili përcakton detyrimin ligjor që punëdhënësi duhet të respektojë procedurën për të zgjidhur marrëdhënien e punës. E nëse mendoni se palishmëria në Joshua Center mbyllet te 4 sanitarët, tani kalojmë pak te kushtet në të cilat mbahen të moshuarit, të afërmitë të cilëve paguajnë shumë të majme për t'i akomoduar aty. Sipas inspektoriatit të punës, azili ka mungesë në dokumentacionin e stafit sa i përket kujdesit shëndetësor, ndërsa akoma më i rëndë është fakti i mungesës së specialistëve të fushës, si psikolog apo punonjës social, për të mos folur pastaj për kushtet e tualeteve, lagështirën dhe mungesën e dokumentacionit shoqërues për çdo rezident në azil. I di gjithë këto gjëra drejtoresha Majlinda Treska, me të cilën me pak fat arritëm të takoheshim. Doktoreshti, e doni nga Piranjat. Si keni pushuar nga puna 4 zonjat? Adrianën bashkë me shoqet e veta. Doktoresh, lutem jep një përgjigje. O zotëre, zonjë. Se ti u fute. Të lutem, jeni doktoresh, është etike kjo sjellje. Ndërkohë që zonja Treska kërkon të largohet nga aty duke na shtyr, një hero misterios afrohet në mbrojtje të saj. Sot do ish brenda te ti të shtëpisë, ti çfarë po bën ju? Si keni pushuar nga puna? Zotëri. Të jep di inspektoriat. Me zot do hynin në shtëpinë tjetër Do ti. Inspektoriati i punës. E kam tu përgjigjen unë. Ka zënë një sër shkeljesh, zonjave nuk ju deklaroi rroga në bank, orët
të punës, Atëre. sigurime shoqërore të gjitha. Po, atëre çfarë këto nga mua? Si pushuan nga puna një ditë përpara vetëm me një telefonat. Se si kam unë ato kodet e punës edhe rregullat e punës, ato i din shumë mirë. Jo, kjo është të shkelësh kodin e punës. Nuk e kam shkelur fare. E thot inspektoriati këtë. Pa patur as pak nevojë që ta debatojmë. Sidoqoftë, por përmbledhim edhe një herë, zonja nuk ka respektuar në asnjë moment të vetëm kodin e punës, duke shfrytëzuar gjendjen e vështirë ekonomike të zonjave e duke i mbajtur në punë pa kontratë, me rroga gjysmake, të pa deklaruara dhe duke mos u ofruar asnjë kusht higjiene. Dhe në fund i ka flakur. Njëra nga zonja kishte 20 vite që punonte dhe normalisht duhet ta kishte lajmëruar një muaj e gjysmë përpara. Jo zotri, mënyra se si ti do të futesh. Ju kam telefonuar 3 herë dhe nuk keni lënë takim, keni mbyllur telefonin. Pse duhet të përgjigjem ti unë? Çfarë detyrimi kam? 4 zonja kanë ardhur tek ne. Çfarë detyrimi kam unë? Drejta jote fillon ku mbaron e kësaj. E drejta kësaj mbaron ku fillon e jote. Shqipe presione për. Nëse quhet presion mbrojtja më të dobtit, atëherë po. Presion do të bëjmë. Kush je ti? Ja ku i ke përgjigje Po nuk të njoh inspektoratit të punës. kush je ti? Ti do të Unë të vish me prezantova, një tu prezantova. Jo, s'me e prezantuar. E doni nga Piranjat. Thashja me Don Kuçi nga Piranjat. Po i kishe mendjen që tu ngrihen nga vendi të angazhoje 4 zonja që i kenë punë për të na nxjerrë në të dyve jashtë. Prandaj nuk e ngjove prezantimin tim. Të uroj, t'ja bëjnë kështu në stënde. Nëna ime nuk ka ta ndjeset në këtë gjendje. Zotni, Ti nuk je përfshirë që më rri larg. nuk jam i përfshirur, por ti nuk do të bësh presion. Si janë kushtet e azilit? Janë shumë të mira. Si, të futemi ta shikojmë pak se si janë kushtet. Në qoftë se ti do sjellësh një njeri, pa. Zonjat kanë treguar gjithçka se si funksionon në këtë azil. Presionin që është bërë nga ju. Inspektorati i punës ti ka saktësuar të gjitha shkeljet. Pacientët e tu aty. Zoja 3, doktor Reshëm, keni kap atletën. Doktor Resha mbylli derën dhe u largua. Nëse jo para nesh, nëse jo para punonjësit veta që i pushojnë nga puna, pasi para lajmërim, të paktën duhet t'jap përgjegjësi dhe llogari para ligjit.